Në Instagram, ku? Ja me ta hoqë. Jemi. Hello people. Të lutem, më kisi vajzën tënde Juldeta. Të kam. A më kisi vajzën tënde? Të kam, pra flinim veç. E pra. Ha Bruno, ti e ke. You are the hostess. Mirë mbrëma zonjë zotrin, jemi rikthyer në këtë zhurmë analitike që këtë javë do të na sjellë dhe do të na rrotullojë në për të tjera gjendje nga shtëpia më e famshme në Republikën tonë. Apo jo Juli? Po, jo vetëm Republikën tonë, po në të gjitha republikat që flitet shqip. Pra ndër ballkanike le të themi. Po, në fakt Big Brother tash është bërë jo tash po ka kohë që është bërë. Po patjetër, i vin mesazhe. Vetëm një sekond, është nga Republika dhe ajo, besoj. Kështu që duke u gjendur edhe njëri tjetër përmes situatave të ndërlikuara në shtëpi, mendoj që zbardhje më të mirë se ajo që do të bëj Bruno nuk do të ketë në këtë krye të herës që na ka mbledhur. Megjithatë, për ta përmbledhur si fillim, ka ndodhur disa gjëra në këto ditë. E para është ai ballafaqimi i famshëm mes Malit dhe babait të tij. Ajo ishte dramatike. Një kjo, e dyta është i gjithë diskutimi le të themi i lojës ose jo lojës së Mirit me Selinën. Me Selin, yes. Nga ana tjetër unë do doja të komentoj çik këtu edhe për personazhin Stine, sepse më duket personazh shumë po doja them pastaj. Interesante kam fjalën. E kam për mirë domethënë, nuk e kam për keq. Shikon Stinen Dhe pastaj kemi edhe marrëdhënien e Stenaldos me Briken, yes. Për të cilën po e them që tashti në këtë marrëdhënie Stenaldo ka humbur pikë. Jo, fare nuk mendoj si ti. Përkundër. Nisi nga fundi. Jo. Shiko, ndonjëherë fundi është më e mira e mundshme e fillimit. Dhe Stenaldo patjetër, fillimi dhe fundi kanë rëndësi, e kupton? Nëse do të rikthehemi. I pari dhe i fundit marrën. Po patjetër. Në drejt. Dhe në rastin konkret ti jo më kote nise nga fundi për t'ju kthyer fillimit të një loje të re që po zhvillohet brenda. Dhe një djalë i cili nuk kërkon të mëshirohet, një djalë i cili nuk kërkon që të jetë ndryshe, do të reagonte në atë mënyrë. Unë jam totalisht me Stenaldo. Jo, s'është vërtet. Jam totalisht me Stenaldo. Jam shumë dakord. Nuk ka fare ashpërsi në gjuhën e atij djali, ai thjesht kërkon të mos ketë mëshirë dhe të ndjehet jo ndryshe nga të gjithë banorët e tjerë në atë shtëpi. Ai ka kërkuar mos viktimizohet dhe për këtë i dhuroj një duar trokitje. Ai e meriton duar trokitje. Ama ka 1000 mënyra për ta thënë atë kundërshtinë vet. Çfarë do të them me këtë? Brikena e ka bërë atë në një mënyrë tepër sinqert. Unë nuk besoj se Brikena e ka bërë atë për kujdesje për lojë. Po ashtu e ka ndjerë, ashtu e ka bërë. Prit. Sigurisht që ai ka të drejtën e botës mi thon mos u kujdesni për mua, unë do ta bëj vetë këtë gjë, unë jam i zoti vetes e kështu me radhë, ka gjithë drejtë. Ama mënyra se si ja tha, sepse këtu na dallojnë njerëzit. Nga mënyra si thu, sepse me të thonë me të bërë është një mes i tërë thuati. Është vetëm një mënyrë me të thënë mirëmëngjes. Është vetëm një fjalë mirëmëngjes, po mënyrat janë të shumta. Jemi në bigun tënd, more Juldeta, edhe të jo si jemi bigun të rosave dhe patave që dikur Lejmë rosat e patat. Jo, nuk jemi në bigun tënd. Ky djalë ka reaguar me një maturi të plotë. Por çfarë do bëhet ti me një ndërgjegje të qashtër dhe të pastër për të mos u ndjerë ndryshe. Çfarë do bëhet ti po thonë dikush ty që truri me trurin tënd që truri jot është ku 3 qameti. Ja ta them unë ty tash. Në këtë moment truri jot është ku 3 qameti. Po paktën, shiko, nëse ti do të kisha, nëse ti do të kapesh, unë po them për mënyrën se si ai e largoi atë. Që është shumë arrogante dhe që është shumë ofenduese. A ka drejta i me e largu patjetër? 100%. Po mënyra, unë po dëgjoj. A ka ardhur momenti që të bëjmë dhe të themi realitete të mëdha brenda një loje që mundet të duket e vogël në nisje? Ky është realiteti pra. Kush është realiteti? Ky është realiteti që ai ka të drejtë. Që ti thua mos t'ia thoshte ai ta mendonte, po për hatër të një shoqërie X duhet të ruante etikën. Pa, Juli, se durove 4 muaj kur ishte. Nisa edhe një herë, un po të them një gjë tjetër, po them që ai ka gjithë drejtën e botës të mos e pranojë ndihmën e askujt. Po. Por të mos ofendon. Në raport me këtë vajzë, jo një tjetrin, me këtë vajzë, ai mund t'rregohesh çik më kujdesshëm. Se e para është vajzë. Prit të ta çojë deri në fund. Po ti s'ma çon dot deri në fund, sepse ti nuk je në luftë.
nuk e në një luftë si e ti, e kupton? Ai ka fituar me çdo luftë. Po pra. Dhe i ka kaluar sfidat e tij në jetë, për të mos u Po kjo treguar është një real, tjetër. Po kjo siç është real. A nuk është real? Ai është real, është më real se sa ti, i Po, cili po është gabim. mua sot më shpërfaq kode të tilla, etike kinse, Kush? për të mos treguar deri në fund atë që vërtet dikush mendon. Ku jeton ti sot? Jo, nuk thash Se kjo. se fitove ti bigun tënd. No, Ha? nuk Se thash. kishe një komunitet tëndin. Jo se kishe një komunitet. Patjetër. S'ka lidhje kjo. Dhe dëgjoja zhurma korit patat, zhurma korit rosat. Se fitove ti? A Shiko, i bëjnë keq takimet mund para podcastit. I bëjnë keq. Nuk ka Ilnisa, lidhje, nuk ka jam lidhje, duke të vjen dhënë të keq, drejtë. domethënë, nëse Jam duke të dhënë të denigron drejtë. situatën. Unë jam me scenarion edhe asnjë s'ma Jam duke ndryshon të dhënë të mendimin. drejtë deri Bravo. në një pikë. Në momentin që ai kërkon që të jetë i pavarur në lojë, ke drejt, ke 100% dhe e I duar pa për mëshiruar kaq pik. Është mënyra më e mirë për ta kjo nuk do të thotë të kuptuar bëhet ta të arrogant. tjerët. Nëse Po bëhet të arrogant me një ndihmon- vajzë, Po atëherë nuk nuk njeh është lojën tënde, pikë, mor ai mo, zgjedh të si- jetë i drejtë mor zotri. Një mashkull që O bëhet arrogant i zotri, femër. ai zgjedh të jetë i drejtë, nuk zgjedh të bëj lojën tënde. Kori rosave, O, grupi, kori patave, grupi. flisni ju, pastaj flasun Po kod kori rosave i patave se me bën një lojë në një organ më Prandaj Ilnisa ti ke është bën lojë në një ndryshe. organ. Ky Çfarë them? podcast Dhe prandaj duhet të nuk ketë pak duhet rend, trajtuar mendoj ndryshe, unë. Një kaq. sekondë, Ilnisa, nuk është podcast që të flasin vetëm të diskutojnë Mbarova të unë, dy, zoti. secili të jap mendimin e vet Po, rreth temës. e drejtë. Po, Niko Peleshi ti linjën je. e podcastit nuk e keni fare linjën e podcastit kur jemi 5 veta këtu. Dakor? Çështja është kështu. Sipas mendimit tim, nëse ju intereson Ta morën vërtet, Më intereson shumë. që futet aty dhe ka aftësi të kufizuara në lidhje me shikimin në këtë rast, Po. normalisht nuk është mëshirë që ta ndihmosh, është njerëzore mendoj unë, nuk është se e mëshiron dikë. cili ka Dhe mendimin e në vet, qoftë nuk e mes. mendimi im, Patjetër. shiko, në moment që dikush nuk e ndihmon, si për lojrat që organizon Big Brotheri, si për çdo gjë që ndodh atje, Ore, si e për ka marrë ai debatet, përsi në për të moment- risk, mër zotri. Në moment që askush nuk ndihmon, bën po? diçka që ti E futet ka në marrë mes, përsipër. ai nuk është fare në Big Brother. E ka marrë për Po, sipër. po, radh tek Ore, ka episod. marrë për sipër. Çështja është këtu që pse thua e mëshiron, nuk e mëshiroj njeri. Po çfarë ishte ajo që Sepse bën? ajo Që është bën? gjë shumë e madhe të ishe Çfarë? në Big Brother dhe të kesh. Tani ti mund ta mungesë rrotullosh si shikimi. të duash. Po mirë, një pyetje kam unë. Çfarë Po, keq e pra. bëre ajo vajza? Çfarë bëri ajo që ti thua je Niko. pa aftë? Jo, ti ma Atëherë, thuj ti tek çfarë keq e bëre ajo vajza? Episodi kaluar unë thash që okay, më pëlqen ndihma që po i bëjnë Stenaldos, por aty nuk kanë hyrë për të ndihmuar Stenaldon, aty kanë hyrë për të fituar lojën. pra. Po. Tepër dakord. Tani ja tham që ditën e 100 minutat e pare ja tha Brikenës që Brikena nuk e kam nevojë gjithë të gjën ekstra që po më jep. Brikena po vazhdon. Dakor, domethënë- deri këtu. Unë dua të ndjehemi. Dakor deri këtu, ma, dakor deri Unë këtu. nuk dua të Dakor deri dallojmë këtu. për atë ndryshe që ju. Po ka dhe ma opinion ata shohni. publiku pasaj. Ore, mo. dakor deri këtu. Okej. Ka Dakor që- dhe opinioni publiku në moment që ti O, se ndihmon atë se do puna, fillojnë do fol të me të të sulmojnë. drejtat. Ai në moment që ka hyrë ndryshe në këtë rast E aty në atë Big barabarta, Brother, e drejta jo e s'është e barabart, barabart. pa, Hyrja hajde nuk është e tani. barabart në këtë Po, pjesë, tani. sado që ti do ta bësh si të Se barabart. ai s'kishte çështja etik është- se i thotë që truri im është më i shëndosh se truri yt. Po Ja, ç'është, nuk i ku tha e kështu. pa trurin ai. Nuk i tha kështu. Ku e I tha truri jot është kuthrë Qameti. Në Po, fakt truri i saj nuk është kuthrë ofendimi Qameti, kjo është e japur. vërteta. Atë se ka ofenduar njërin atë S'është, shpimë. po s'është kuthrë Po Qameti, kuthrë çfarë Qameti është Qameti more Juldeda? Çfarë është Qameti? tani truri Ha. kuthrë Si Qameti e është fjalë e përkufizon rëndë. ti, ai e përkufizon atë mënyrë, ti si e Po, përkufizon. o, Nisa, Po dëgjoj. ti rje më keq me njerëzit. Të marr pak energji unë se- Nisa, edhe një herë, unë nuk e Po, gjykoj, rrie unë nuk më e gjykoj keq, të drejtë. Marioni. Nëse ti je mësuar me thon dikush këtë fjalë dhe mos më e mor për Unë, atëherë pa po rri. mos ma thot dot. A pse s'ta thot dot? Po sepse Po pse? truri im lavdi Po ai po Zotit tregohet i drejt me ty. ka Ai tjetri pranuar që ta të thotë, po gjithë tregohet i ata drejt me ty. që Qameti edhe i thret dhe nuk i pranon. Tani, o Prandaj Enis, është ndryshe truri. Enis, po flasim për disa Kaq. parametra Po për të njerëzor. djalin unë nuk Po toleroj flasim- asnjë nga ju të flasin në këtë mënyrë. Stoleron ti, po të Jo, flasim toleroj. ne se aty është për të Tani- gjykuar ai. Dhe ai do Po mirë, gjykohet një njësoj moment, si tjerët. një moment do vi. Se u treguaj drejt, u treguaj vërtet. Se Po nuk mirë, zgjedh një moment, zot, të luaj. Pa dhe ajo u tregu e vërtet duke Dhe di. U tregu e vërtet edhe ajo. Tregoj njerëzillik, gjë që i mungon Se shumë se të tregosh njerëzillek sot që Po, e ka pra. që e ka Jam që e ka dakord me gabim, ty, pa por jam nuk pa jam jam gabim dakord ka. që ti Sa të jedhër zjarr. Jo, Një jo, unë po segmenti them. të tillë. Jo më o Elisa, po nuk dëgjon nga fillimi. Unë thash, ka drejtën e vet që ai ta bëj këtë gjë. Po. Ka 1.000.000% të drejtë, më jap të drejtë dhe bravo i qof. E kam dorë turgit i pari për mos viktimizimin e tia. Dhe kam thënë, nëse ai nuk viktimizohet, i hiqet e drejta gjithkujt në shtëpi të viktimizohet. Sepse ai ka një problem të vërtetë, që është shikimi. Po, nuk do vi unë në këtë gjë jam me ty. A nuk do vi momenti o Ilnis që do ngushtohet shumë ajo ai lakut e fyti, domethënë dhe në të vërtetë do duhet ta komentojmë dhe ta shohim si një. Po jo, unë pa të po bëj.
Pra Atë vetëm po them bëj, që unë po e jam- komentoj ashtu si duhet një ta normal. komentosh, mu. Dhe në këtë moment thash, jap të drejtë për këtë gjë, ama mënyra se si është drejtuar asaj, pikërisht asaj, për mua ka pas gabim dhe kaq e thjesht historia. Unë mendoj që Shumë arrogante, ata shumë konkurrentët futulle, shumë brenda, si unë për shembull që jam jashtë, ndihet ai presioni që do gjykohesh në moment që ti thua qoftë diçka, vetëm sepse dikush është me aftësi të kufizuara në këtë rast, ne direkt do të cënohemi dhe do Jo, do më nuk quhemi kemi në pse 100 cënohemi, ne do i gjëra të bëjmë- ndryshme. E di pse? Sepse e simpatizojnë shumë këtë pjesën e problemeve njerëzit. jemi të edhe- dëmshur neve. Po pra jemi të dhimbshur. Absolutisht, ma dhe duhet jemi, s'ka ndonjë problem. Problemi Absolutisht është këtu keqe, po. që ai vetë ka kërkuar që ne ta gjykojmë barabar me tjerat. Dhe Kush e këtë ka po bëjmë. kërkuar që ta gjykosh? Vetë Stenaldo. Ronaldo. Patjetër se Atë po bëjmë pra. Po dakord, drejt. Edhe po e gjykojmë Po o ne, Elisa. unë nuk jam dakord me gjykimin tënd, dhe jemi në një tavolinë si të dakord, rrumbullakut është si bisedë tjetër kjo. Arturo me Po. batalionin e Pra ti vet. mendon, secili pra ti të mendon hedhi që ti në mendon që e foli tavolinë. drejt një grua, një femër ashtu. Unë Që e ka mendoj, ndihmuar pa të shiko keq. Dakord. ti mundesh të më shtrembërosh fjalin, por jo konceptin, si fillim. Dhe ti E konceptin e parë e kemi të dy njësoj. Ti Konceptin që Ti e ai di do shumë të jeni mirë. pavarur, bravo i qoftë, e kemi njësoj. dhe i pa mëshiruar, dhe ai nuk është ndryshe. Kush po e mëshiron atë mos? Kaq. S'po e Por mëshiron kjo hipokrizia e shqiptarëve për të thënë, jo sa i s'duhet i fliste asaj vajze në Pse atë hipokrizi? mënyrë, Pse është hipokrizi? Oilnis. sepse ne zgjedhim të jemi ata që jemi. Ne jemi të drejtë deri në fund, ose nuk jemi të drejtë qysh në fillim. Dhe ky djalë ka zgjedhur të jetë i drejtë, qysh në fillim për ta Ishte- çuar deri në fund. Kjo ishte e pa Kaq. drejtë. Kjo ishte e pa drejtë. Kaq. Kjo ishte e Po, pa po, drejtë. Oilnis, dëgjoj tani, dohet të të pyesja. Ai një farë momenti dje, po kishte një muhabet me Brikenën dhe me banorët dhe i tha, "Më fal, por ju jeni mos ma merrni për keqta, po keni një ignorancë, jeni ignorant nga kjo pjesë." Mirë, okay, se s'dua Tani- ti tani. Nisa, Nëse e sa tha për- njerëz e tha ignorant. për- Ne këta për atë njerëz që ndjen një në njeri shtëpinë verbër. e Absolutisht, më po- të madhe në Shqipërinë e nuk i zgjedhim. Dhe unë nuk e që interpretova në publik si një njeri arrogant, sepse nuk i zgjodha unë ata njerëz që s'ishin në të njëjtin nivel me mua. interpretohet, pra, E pse kupton? Brikena mos e ketë në të vërtetë të gjitha E të ka të vërtetë ajo. Tani, Po, të ti vërtet po më thua- Dhe duket Niko e ka të vërtetë komplet atë që bën. Ore, E ti ka po thua, sinqert, nuk e ore, ka një loja. minutë. A shumë ndjen vëlla. Tani kemi një problem shumë të madh edhe me ju këtu në këtë tavolinë. Ne nuk zgjedhim ata që mund kemi një përfitim financiar, që mundet të punojmë. Pra ne nuk zgjedhim ata që punojmë, ata që bashkëjetojmë në një reality. Siç nuk zgjedhim dhe familjarët tanë. Jo, ne E nuk kupton? zgjedhim vetëm familjarët Por dhe ata që pse mos bashkëtojmë, ti po- themi ato që Po me njerëzit me mendojnë? cilët punojmë E zgjedhim vendosim Dhe vetë. duhet me dashur e zgjedhim. veshim maskën hipokrite të ruajturit të një etike, e cila në fakt nuk është se na ka zbardhur faqen Po ti në fund të atje ditës. të bëj pyetje, Po, ti mendon ma që thuaj. po bëj hipokrizi këtu? Kam në levertit madhe unë për të mbrojtë Po dikë? as unë s'kam leverdi Atëherë që pra, të vazhdoj me atëherë hipokrizinë. pra po ta Por them trosh, tani, unë kshu e lexoj unë këtë jam gjë. tim Mu Stenaldo, më vrau për vesh. veta dhe kaq. Po jo, ti mund të jesh tim, po unë po të them, unë s'jam tim asnjë. Dhe Unë jam dhe tim dhe Stenaldo, seriozisht edhe të po them, qen ai djali me luftrat që po Dhe i se- fiton vet. edhe Qa një. luftë Qa është në luftë, këtë po sa rast, si në luftë s'ka këtë bërë deri rast? tash. Qa po Lere thoni, tash luftat po mos e fiton fol. luftrat vet. Ku ç'a luftë ka bërë deri tani? Ai- Po Asnjë. fiton. Ai Po shiko, qetësoni mos e lufta- bërët sikur po lufton me mullin të erës, mo ç'është Jo, gjithë jo, kjo? me mullin të ç'është erës gjithë jemi kjo? duke luftuar. O, Ilnisa, aktualisht. Ilnisa. Si, Po, ke lexuar është- Don është- Quixotin po, e apo kam jo? lexuar, se nuk e tani thash s'është mirë referencë kot. Cervanteshin atëre. Atëherë më Atëherë thuaj, na i Unë tregon duhet kush të them, është. unë duhet të them një lufta gjë pa aty që thuash. ta besosh një herë për Aha. gjithmonë te ky podcast. Unë nuk mbështes asnjë dhe nuk më intereson fare kush Mu fiton. pëlqen ky çuni. Po jo, po ta Edhe unë nuk po, po mirë, më moj, shtes sa në them, njeri. nga të Po, gjithë, çuni vetëm ky ka të pak pëlqen? Jo, jo, frikse unë të dua, tjerët. unë dua që Edhe ta më dish këtë ka gjë. ka Pra, inteligjencë, Ka më lezeton, frikë. mënyra Kaq. si komunikon dhe mua më Më pëlqen fal, shumë, vetëm po ky të te kjo pëlqen është nga të gabim. gjithë? Jo, ka dhe të tjerë. Më pëlqejnë dhe skuthat për shembull, her pas here. E kupton, më Kush janë pëlqejnë dhe skuthat? kore. Kristi, mo Kristi, për Kristin e ka. Kush Se janë ai u skuthat, quajt ti dim? skut mend. Apo Skuthat. Kristi me Angelën. Po tash në optikën e Hajdarit për shembull është miri. Falni. Hajdar, arbrit. Në optikën si e arbër Hajdarit. Po pra. Si të ngëllon keq. Jo, dëgjova unë. Në optikën e Zotit Hajdari është miri. Jo, në nuk- optikën nuk e time ka quajtur skut. Mund të jetë po e Se ka ka quajtur quajtur skut. jo skut, e ka quajtur Mund ta ketë nën kuptuar në fudullëk në një kështu nga këto, po skut ndoshta. Jo. Lëku, e kupton. Kurse skut aty quhen sipas banorëve të paktën. Literalisht Kristi, Kristi është Edhe Ai, që po është vetë tjetri, Kristi ky më Angela. duket shumë. Edhe Angele po. Po për këto. Ashtu, a? Jo, Pra, që shikon, duke që më quhen pyetur banorët mua për banorët. skutin. Sipas banorëve. Ju përgjigjet O për skutat. o motre sipas banorëve banorëve. më vëz.
O vëlla. Po ti e ke dëgjuar brenda shtëpi mos se shpike edhe ti. Po dakord pra. Po hajde. Sipas banorëve po themi Unë neve. përmend atë çka kam dëgjuar. Po dhe ne jemi trima dhe I themi me emra, ti si kam do një të pyetje, Aman more, unë kam një u të pyetje. vdesëm për tripënin tënde. Un kam një pyetje. Seno po bën lojë të fortë, Jul? Ja, Juli duhet të thotë. Seno për mendimin tim, që kur doli në nominim, ju ndez një motor për mu I pa kuptimt. Mendimi im. Që do thot, kërkonte sherre edhe pa lidhje. Kërkonte pra tani ti do thosh është edhe ajo një lojë, është edhe kjo një lojë. Një lojë është edhe kjo, një mënyrë është edhe kjo, që ti të futesh edhe të bësh, por tash I varet se si e gjykon publiku këtë. Për shembull, një publik si puna ime nuk është se e gjykon fort drejt. Sepse them, shiko, s'ka nevojë me I shpik disa debate kot mi shku tjetrit mi hedh ose mi bën e gjok kështu. Mund të ketë debate tjera atje, mund ka sa dush aty çfarë mund të kapësh. Dhe shiko, nominimi Big Brotherin përgjithësi e nxjerr karakterin e I personit siç është. Nëse ti je I person që I bën sherrë kot, një jetë ashtu do dalësh atje. Nëse gjen mënyra se si mu bë I vëmendshëm. Ka këtu në shoqërinë tonë shumë njerëz të tillë që kanë qenë në Big Brother. Jo, seriozisht. Dhe ç'a bën? Jo, se kam për Elisën, jo, se kam për ty, po se qeshin Se qeshe. Po nuk e kam për Po ç'a po thoshte ai që të qeshe? Ka njerëz. Sepse e humba fillin e Dëgjoj, ka njerëz. Jo, e humba fillin e Ja pra ja ta them unë. Bruno, se ti lexon dhe Cervantesin, ma thuaj pa. Elisa. Pse po qeshte? Pse po qeshte? Ja pra ja ta shpjegoj unë. Dëgjoj, po ta shpjegoj. Elisa. Yes. Hey, hello. Pra, ka njerëz tash që kanë qenë në Big Brother, kanë marrë Big Brotherin dhe janë harruar si tillë dhe ç'a bën? Gjej një moment futen te dikush tjetër atje, bëj një story kot, po ja fus kot, edhe futet te Nikoja kot. Për mu bë personazh. Janë të tillë, nuk e çaj bën, sepse nuk gjejnë karar kur me vetë në vet. Tani, edhe në këtë kuptim, pra meqense pyetë për këtë personazhin, personazhi I tij mund të jetë I lezetshëm, e tha ditë dhe Ina, ngaherë më kujton edhe këtë dyshën në mes me dhe Gazit që bëshin me Ilirin e Gallata e kështu me radhë, mirë po shumë larg teje. Shumë larg të dyve. Të dy ata shumë larg të dyve tjerë, sepse ne ç'a bëjmë? Ne bëjmë me të vërtet, po çoku bëjmë në lëmsh edhe nëpër shtëpi, bëjmë edhe në Gallat, vinte një I ri se leshim me fol për shembull, po ja fus kot. Pastaj ju kishit edhe debate midis jush, kupton? Po pastaj më vonë. Domethënë se në mua më duket sikur është aty si bodyguardi I Ilirit. Domethënë ideja është por nga ana tjetër ai me ç'a shofun është fut ollin atje. Domethënë aq mundsi ka ai, atë do bëj. E kupton tani? Edhe ajo pjesa që po I kërkon vajzave të gjithave, kështu pa përjashtim kafe. Edhe ajo skena nuk po tash I kërkon kafe, miri I kërkon mi thon që je lider, je më mirë. Je më mirë. Ja që janë dy gjëra të ndryshme. Edhe këtë s'duhet ta kërkosh tjerëve më vëlla, duhet ta fitosh këtë gjë. Na koncepti si e kanë parë Big Brotherin ndër vite, gjithmonë edhe këto situata të pakuptimta, sherret e kota gjithmonë kanë ecur, sidomos kur je në nominim, mendoj se kur s'ke si të thuash pulën do hash sorrën, e kupton se po pra, sepse në moment që ti s'ke situata reale do krijosh diçka, ajo hyn te kreativiteti. Shumë mirë, mund të jetë një mënyrë, po dakord. Po këtë kam lexuar tek ai. Ti e ke dakord apo jo? Dhe jo dakord. A je dakord? Me ty jam gjithë jetën. Gjithë jetën po, ne kemi pasur vetëm një shkueshmëri, pon. Kaq. Po, e drejtësh. Pon. Po. Po diçka tjetër të pyes, folet për të eliminuarën Xhodin? Jo, nuk kemi shkuar akoma. Këtë pyetje do ta bëja unë ty. Ç'mendon Niko Komani për Xhodin? Kthehemi pak. E njeh. Kthehemi pak tek episodi praktik. Po që thash që Xhodi nuk ka ndonjë simpati të madhe për mua dhe e kuptova dhe vazhdova thjesht punën time se tek puna jam shumë I ftohtë në ndjenja. Mendoja që do ishte një nga top vajzat e përzgjedhura nga meshkujt, por nuk është se as nuk doli ashtu. Nuk do përveç se nuk doli ashtu, as nuk e dha veten që po jam e gatshme të përnjohje, po as në Krisit dhe Angelos. Domethënë jashtë tek Kiara kuptova, dëgjova intervistën që mbase ishte në lidhje, mbase si ishte në lidhje, domethënë diçka që A di pse vjen kjo, mendoj unë, se I shoh edhe meshkujt dhe femrat atje. Femrat tjerë janë shumë të fokusuar te loja. Loja, po. Janë shumë fokusuar, edhe po edhe meshkujt nga natyra, dhe nuk ndoshta si shkon shumë me boks. Kam një pyetje për ty, Juldita. Midis grave që ti zgjodhe që ti kishe rrotull vetes si një sultan në haremin e Big Brother 3-shit. Do zgjidhje. Ka ngel fiksim. Do zgjidhje të njëjtat apo do t'i ndaje me unë vajzat e mia si ndrojmë asnjë.
kjo të tregon një lloj burrnie? Po patjetër. Kështu jeni ju burrat Po kështu e jemi. Shkodrës. Kështu jemi ne. Si Seno. Jo, Seno se di, unë dhash mendimin tim për Seno. Seno nuk është Sa u bë, qef- s'po bën të njëjtën gjë si unë. Pse se ti zgjodhe të kishe një harem dhe Seno jo. Unë zgjodha të kisha një harem, unë zgjodha Ti të kisha, mbijetove me harem. unë zgjodha të kisha një grup njerëz me Ti të cilët mbijetove. shkoja shumë mirë. Me Rike Dhe dhe nuk Rosa. Jo, gjë, po mirë mund t'i shash sa dush ti. Sa Jo, unë nuk ndryshe qaj. tingëllon Unë- vajzat e unë- mia e thën nga Juli E, pra. dhe sa ndryshe tingëllon Nga nga Miri. Miri. Prandaj po them. Juli edhe kur e thot, duket sikur e thot, në të vërtetë si vajzat e veta ose si Po se s'kam pas kur atë lloj marrëdhënie më burr. Unë S'jam përfola si di për atë gjë. Domethënë ishte grupi i Po Julit. lërini mo këto hipokrizira tani. Jo se kam me ty, e kam me atë. Lërini këto Unë thjesht po hipokrizira. them diferencën e fjalës. Po lërini Miri tani se si e thot hipokrizira. dhe Ky që s'do Juli ndante se si e vajzat e thosh. veta dhe i pëlqejnë vajzat e këtij edicioni. E kupton? Se vajzat e mia dhe kori im. Edhe ky na gjykon këtë Si edicion. pëlqen si Elisa, mund të them diçka, Po, patjetër. ju lutem shumë, me që e mora dhe unë këtë rolin gjoja sikur do moderoj në Po. këtë aspekt. Do ju kërkoja me shumë gentiles Mos shkojmë te që Bigu, po. mos të flasim për Bigun Po, ajo na çon, Juli, ajo na e çon. pare punës Ilnisa ka gjysmë orë që po flet për Bigun e Julit. E kupton? Faleminderit. Këtu Po. kemi ardhur të flasim për këtë Big. Ne Unë po të paktën flasim për këtë kam paralelet, zemra ime, nëse nuk e kupton se si funksionon paralelet- media, është problemi jo, jot. media nuk Ne, di si ne, funksionon jo, dhe një minut, podcastin e po kemi 3 3 vite që po Tre, e- po e dakord, bëjmë. në rregull. Kështu Fjala që është më e drejt lirë Bruno. dhe Ka drejt, paralelizmat Po të themi janë të tre dobishme çuna, nëse uji rrjedh në të Ka njëjtin. mbaruar Big Bruno ka të Brother drejtë. juaj. Po nuk është dhe njësoj, aty Ilis, dhe nuk Po është jo, ashtu nuk të është thonë, e ka kaluar kjo nuk pjesë, është e dilni nga dashurën Big si Brotheri Julit. dhe ktheu Jo, në dilni, më- jetën. u kam dëf. Falje, di Fal, unë rullam po, po pse dhe më në thu shumë? përgjithësi. Po E jo, kupton, unë se vërtet s'ka unë nuk kuptim. gjej paralele fare, nuk Po gjej jo, fare mos e paralele. ke fut me Asun, Stenaldo, asnjë. ndo unë do ta çoj deri në fund, unë jam një njeri i lirë me opinione të tjera, kështu që këtë rolin e gjykatës s'ko Më bëj fal, diku tjetër. Nëse hyn dikush një lojtar më i fortë se Stenaldo. Pa. Domethënë dallushëm më i fortë. Dallushëm, do do ai të çdo nga Po, Stenaldo. po vetëm se pra. duhet bëjmë një pak tjetër, që të mendojmë që gjithë që Stenaldo është lojtar i fortë. Për momentin unë nuk mendoj se është lojtar i fortë. Kjo as unë s'mendoj që është lojtar. Okej, i fortë. atëherë s'mund të hyjë një lojtar E më i mbështet fortë. shumë, po kam dhe të tjerë që mbështesin. Më pëlqen, ta thash edhe po, bravo, edhe unë një këtë mendim. Pra ai më pëlqen, është një djalë që artikulon shumë mirë, i artikulon shumë drejt ato që mendon. Po pse e keni në atë djalin? Jo, më kush e ka në. Po kush jeni ju të gjykoni arsyen e I na, holl dhe ore, të po, pastër ore, të që të dikujt kesh tjetër. Ore, mota, po na dëgjon Po ti tani shumë. ç'është kjo të edhim tani, ai kush të tha ty i thua ti Nikos? Po, unë s'mendoj ashtu akoma, o Ilnisa. Ka vetëm 3 ditë mren dhe akoma nuk mund ta çuçuj lojtar Mjafton fort apo me- dobët. Po. Fare. Po Ka ty hyrë ty pas- të pam se çfarë mendoje. Aha, prapë çojtë unë kjo. Dëgjoj, Po por ç'është ka- kjo? ka hyrë Për pas- një lojtar me një arsye të nuk mendon se ka kulluar hyrë dhe të në Pa pastër. dëgjove çfarë po dhe të them, apo qartë. të shkruaj mesazhet tash. Unë po them, është djalë që artikulon Mesazhet po ti jashtëzakonisht çoj ty shumë. në formë vale Po po. dëgjoj bre, mos na prish tash këtë. O Ilis, mos na prish. Mos ma shani Stenaldo, kaq, zero. Me gishtin kështu duke u treguar. Unë nuk e shaj dot Stenaldo të paktën Akoma në s'është mënyrë- shaj Lojtar Stenaldo inteligjent o është, zotri. Si është paraqitur në Big që në hyrje, Stenaldo më ka pëlqyer shumë dhe ka qenë favorit Edhe për mua. njerë. Te kjo situatë po them, te kjo situatë e vet. Qa se vajzës i mua ka dhe nuk diçka më Edhe tepër. po njerë, pra, Bruno, nuk më pëlqeu Bruno, të ajo lutem. gjë që Që të sqaroj tha një dhe gjë. I bëri. pari që ka bërë një reagim për Stenaldon të mirë kam qenë unë dhe jo Ilnisa. Ilnisa si ka rënë mend pak si vonë për Stenaldon. Kam bërë një reagim në ja pra po dëgjoj pra se s'po ta shah njëri. Ti reagimin tim. Po s'ke bërë fare pra, po e Po di si pra se s'kam s'ke bërë, bërë, ja i po kam të rrjetet futesh në sociale Instagramin tim. Po s'ke bërë, më Po jo. ditën që ka hyrë ai, Unë kam bërë një video, nxjerr unë kam bërë një video për atë kam djalin nxjerr, dhe e kam nxjerr. komplimentuar për Kam pse qenë unë pse dhe ka Elisa marrë. do marri merita kusht Jo, aman. more. po du me të Po shpjegu mbaje ty- more ti kanë fal të Po gjitha. nuk Nuk ka nevojë për meritat Aman, nga se ju, s'po luajmë Stenaldo, shatë se aty. po të ishte Dëgjoj këtu pak, ashtu dëgjoj do pak. si Kemi thoshte. dhe të njëjtat Po bindje për të luajtur. Një gjë ta çojmë, Aman, ta çojmë vazhdo. i mendim deri në fund na lera atë për nesh. Se na shmene. Tani, po them këtë gjën që askush nuk ja ul vlerat atij Të riqe djali. mos e Është kut. një djalë i artikuluar, e artikulon mendimin, e thot arsyen, e thot atë gjën që ka në kokën e Di vet. logjike të dhe e ka qartë. të qartë për të gjithë. Ama ky djali për Rosave. momentin nuk e shoh si qenë lojtar të gjithmonë. fortë, po se shova si lojtar dobët, se shova akoma. Kam nevojë për ditë për ta pa atë njeri. Pse? Sepse ai ka hyrë çik me vonesë dhe duhet shoh tash se si do përshtatet me gjithë këta që janë atje. Për momentin ka patur një moment me këtë Brikenën, për të cilin unë mendoj se ka reaguar jashtëzakonisht gabim. Po tash të shohim me kalimin e kohës, mundet Stenaldo vet që në ditën e vazhdim t'i kërkoj dhe ndjes për atë mënyrë që i foli. Dhe kam përshtypjen që në prime do t'ja kërkoj ndjesën sepse do ta dëgjoj veten dhe do kuptoj që
nuk ka qenë nxitime i tepruar ai lloj reagimi. Mund ta ketë bërë në nxitime sipër. Dhe me kulturën që ka Stenaldo, unë besoj që në prime do t'i kërkoj ndjes. Dhe këtu do jemi. Dhe po i kërkoj ndjes, nuk di ç'do thot ajo pastaj. Tani unë dua të vë syze. Dhe ju e kuptoni që Bëj fjalë për Enzo Atinin. për Kristin dhe Po jemi nga Enzo Atini kalon te Kristi. E pra, 1 minutë. Kristi. Mua më pëlqen. Më pëlqen, domethënë ai zhurmën e vet po e bën, po tenton. Nuk e di sa do i duroj, po I like him. Ka dhe një qetësi olimpike, siç është quajtur, në mënyrën si i kthen përgjigje të tjerëve dhe duket sikur nuk I intereson asgjë, kupton, dhe nuk ka aleancë me njeri aty, të paktën me sa kam parë unë, përveç me Angelo në këtë rast, që duket si aleancë e fshet, po nuk është se po bëjnë diçka së bashku. Mua ato më duken më shumë si shok se po pra, si shok, aleancë. po aleancë tamam, po. Si e mendon ti Juli? Po të kishim dhe Gerta Gexhari këtu. Mund duket shumë Do të shkonim me definicione tjera. Nisëm të fol për Kristin dhe nuk gjej më shumë se 4 fjali për të fol për të. Është shumë interesant. Unë para po dëgjoja, pra s'kishin çfarë më thon më tepër. Sepse në fakt ai që shohim është. Patjetër e vuri shtëpi në një moment në lëvizje, banorët e tjerë nuk po kuptonin se çfarë sepse ishin në lëvizje, po ishin për shkak të tija, po edhe fakti që aty ja dha vllai i madh një një dorë në kuptimin e mirë të fjalës që I tha veri si dushti atje, gjë e cila mbaroi mas 3 ditëve. Por po, është vërtet, është I qetë. E ka në kontroll situatën e vet të paktën, pra ato nervat e veta kështu me radhë, dhe kjo I jep atij mundësinë për me analizuar edhe tjetrin, se e pash sot që po I thoshte Ilirit që ne ta kemi kuptuar pikën e dobët, që është emocioni jot. Unë është ajo gjë që kam thënë që në fillim që Iliri po të bi pjesë prej emocioneve të veta do ketë probleme. E thaj, nëse më fal, e bëj edhe një herë dal jashtë vet apo. Kështu që kjo e ndihmon Kristin. Tani a ka një aleancë, s'ka një aleancë, ç'është e vërteta Kristi dhe Angelo janë të parët që kanë folur për aleancë. Me kë është kjo? Ku do shkoj kjo? Si do pozicionohet kjo? A do vi kjo te ne? Kuriozitet më shumë, e kupton? Kurioziteti I gazetarit është I tillë. Ky gazetar. Kush është gazetar? Po Angelo është gazetar. Jo, Kristi thashun. Po ti te Kristi dhe Angelo. Kristi bashkë me Angelo, Kristi e ka pyetur. Fola për Angelo në rast. Në rastin konkret, kolegun tonë, a kupton? Se e ke ti dhe unë koleg. Unë më thonë drejt nuk e njoh ti Nisa, drejt më ta thonë. Unë nuk e njoh fare. Unë se njoh personalisht, po Jo, po nuk e njoh. Nuk e betet gazetar dhe nuk ka rëndësi ta njohësh personalisht. Është Kristi pra. Gazetari në këtë rast po e dëgjonte, Kristi e shprehu. Do të thënë Kristi mori rolin e gazetarit në lidhje me të. Por dhe e mori përballë një gazetari, dhe kjo është e rëndësishme. Patjetër. Dhe për sa ku gazetari ti drejt? Ose ndodh kjo Niko që Kristi edhe jo, nuk I dha të drejtë, ai tha jo, që nuk është rreziku. Duhet ta thuash. Po kjo është një gjë shumë e dëmshme në një moment të caktuar. Sepse bie në atë komfort zonin edhe. Bie në komfort zonë dhe ti duke pa që shpëtohesh I pari për shkak nga ato që u shpëtuan. Tjera, por pavarësisht se Ledioni e thot aty që është në një rend të pacaktuar, po ata që janë aty brenda e marrin si kush I duket deri tani më antipatik aty brenda? Ka një konkurrent që është për shembull antipatik komplet. Antipatika shumë më e thon. Po pra, tani personalisht apo se si personalisht pra, jo duke parë edhe qasjen e publikut ndaj dikujt edhe mendimin tuaj, domethënë nëse keni të ngjashëm me personalisht antipatik është Seno për mua, se nuk po e shoh bëj një. Edhe kam shpërur që momentin e parë se prisja, po duke folur pak në këtë mënyrë shkodrancë kaq, kupton, e kuptoi. Po kishim edhe një version tjetër, pra ky versioni I tretë nuk po më pëlqen. Mua Seno, ndryshe nga çka kam lexuar domethënë çka thoni këtu, mua më pëlqen si lojtar dhe më duket se ka një aleancë fshet jo vetëm me Ilirin, po edhe me Kristin në këtë rast. Domethënë kjo treshe po ta vëni re, mua më duket se kanë nuhatur njëri tjetrin për qasjen në publik, edhe ato batutat që janë të gjitha pa të keq, ja kalojnë njëri tjetrit, ja pasojnë, edhe duket E diti që Bruno ka një fill logjike këtu në këtë mes. Sepse se shikoj kaq. Jo, realisht. Domethënë atë aspekt. Shiko, ata gjithmonë flasim nën rrjeshta dhe nën rrjeshta lojtarët atje dinë se si t'ia pasojnë njëri tjetrit. Situatat. Dhe Bruno ka një fill arsye. Që lojtarët e fortë e nuhasin njëri tjetrin pra. Por nuk mendoj se janë në këtë fazë. Po. Si mund ta nuhasin ata që Seno është lojtar I fortë dhe I doli në 2 më pak preferumit tek nominimi I fundit. E para dhe e dyta kur thot po unë do ta ndihmoj Ilirin sepse pa Ilirin mua më godasin të gjithë. Duket pak kështu logjik pa. Nëse ne po flisim për Senon. Për Senon.
E thatë Shiko, nuk është herë e parë që në Big Brother ne shohim dikë që zgjidhet si më pak i preferuar dhe madje në fund ka fituar dhe Big Brother. Unë po them dyeri pa preferuar. Kështu që harrojini këtë. Jo, jam dakord. Bruno, bravo. Bruno, e diun këtë, por problemi është se në këtë moment ata janë brenda. Po pra. Është për pjesë tjetër kjo se ti je jashtë. Ti mos e shih si jashtë. Po ai nuk hasin pra njëri tjetrin dhe pjesën e jashtme se shikoj në moment që ai ndan krevatet edhe shikon që ka eufori qof nga publiku, nga kamerat, i jep vëmendje opinionisti, i jep vëmendje prezantuesi, mendoj që e merr një sinjal. Un po të isha brenda, e merrja sinjalin duke parë. A dikush edhe çfarë mirë që bëri Seno për shembull? Edhe nuk e di a ka bë me vetdije, a ka bë pa dashje. Këtë s'di me ta thon. Drejt më thon nuk di me ta thon. Por në momentin kur ai tërhoqi një me vete, ai nuk tërhoqi një që mendon se ai është më i dobët se vetja. Ai tërhoqi Angelon. Pra, ai tregoi aty që është një lojtar që s'ka kohë del gardhe me Angelon dhe me Kristin dhe me këdo mund dalin gar, nuk e ka pikë problemi atë gjë. Po. Sepse kurse Lorna nga ana e saj tërhoqi këtë Xhodin që e dinte 100% që është më e dobët se ajo. Mendon që Lorna bëri një lojë të bukur? 100% jo të bukur, më jo të zgjuar. Pashë një guxim. Bëri një lojë për shpëtu vetë në vet, kaq e thjesht. Lojë e bukur e pa bukur se diun. Po Senoja zgjodhi Angelon, sepse Seno mund zgjidhte. Nëse ty duket vetja luanesh, hajde merr një më të fortë dhe ti. Jo, ajo ka treguar që është edhe pa shpirt me këtë gjë, se ishte thik mbas shpinën me Xhodit që me sa tha Xhodi që jati Xhodit e ka mësuar Lorën të bjerë pianos. Pra mbase kjo është për treguar njerëzve që unë godas këdo. Po nuk mbaj Unë besoj, po mund të jetë dhe kjo Niko, po unë besoj që ka gjetë atë që ka menduar ajo që është më dobët se kjo. Kanë hatur shumë mirë. Thjesht ka treguar pragmatistët, heq dikë që të mos iki unë. Po shikoj mos se Seno nga na vetë se boni këtë. E vërtet, po nuk shfaqet loja mendoj ase Xhodit që ka dalë nuk shfaqet dot brenda një jave direkt gjithë potenciali. Kështu që ndoshta e ka dhënë dhe kohë vetes në këtë rast që të ndryshoj strategji me kalimin e kohës sepse nuk është shfaqur dot Lorna ndoshta brenda javës edhe ore pikërisht prandaj ka gjetë një mundësi që tri. Nuk kanë siguri në vetë se një lojtar i fortë gjet gjithmonë më të fortin për ta çuar deri në fund misionin e tij. Ore që të para. Po në javën e parë mund të dukem antipatik unë sepse bëj një veprim që ka bërë Lorna, e kupton? Edhe duaj kohë që ta rikuperoj. Si mund ta markon duke penalizuar dikë që s'ka bërë asgjë në atë shtëpi. Elisa ka një janë ca rregulla të pashkruar aty kod për kuriozitet po diskutoj. Tani kalojnë 2 javë, 3 javë kështu më radh, se s'po them tash se tash është shumë herët. Po kalojnë 3 javë, 4 javë dhe ti kupton se me kë do ta kesh ti lojën deri në fund. Janë ja 5 veta që ti do ta kesh lojën deri në fund, po ja fus kot. Dhe ti këto 5 veta përpiqesh mos ti nxjerrësh në mos ti hedhësh në kosh. Pra ti mbash në kuptimin mos ti nominosh, pa ja fus kot, pra është një gjë si më thon me këtë hahet më shumë ky debat me Niko. Niko tash s'kam për ta nxjerrë se më duhet këtu për me po. Edhe kundërta ndodh, po është një gjë e pa marrur vesh. Nuk jena marrë vesh për këtë punë. Po. Është instiktive. Tani në këtë moment nuk ndodh kjo, se në këtë moment nuk e din ti këtë gjë. Pa fjalë fiks. Pra ne them unë që ky Senua, unë nuk e di a e ka bë se e ka llogarit apo e ka bë pa dashje. Po ai bëri një veprim. Po se ti mos di më ta thon. Mendoj që e ka bërë pa dashje. Bëri një veprim që tregoi që s'ka kokën. Pra koha që i dha Ledioni për të menduar se kë do të zgjidhin ishte shumë e shpejtë dhe ata u gjendën totalisht të papërgatitur për ballë. Po shpejt ishte edhe për këtë, po kjo zgjodhi një më dobët dhe e nxorri jashtë. Por atëherë ndoshta nuk ka qenë kur je në rrezik, mendohesh më shpejt. Por ka pasur një plan dhe ai dia. Po mirë, a kapim të kundërtën tash? Okej, e kapim. Atëherë i bie që kjo Lorna kishte kjo? Po. Lorna e nuhat ka lojën. Po pra. Toka kush është më e dobët? Kurse Seno as nuhat ka lojën. Po tani një gaz një ul ka pas shtëpia, edhe këta dy. Po jo edhe këtë gjë se kuptoj pse mos e ishte edhe më dobët, një më pak. Bravo, ajo ka gjetë, pra ka nuhatur që është më e dobët dhe e nxorri. Po pra ti e the këtë. Jo, po mundet. Jo, e kam fjalën që ajo bëni zgjedhje pragmatike për më ne vet. Unë nuk do bëj atë. Pa duhet vlerësu kjo vajza që nuhat ka lojën? Po, unë mendoj që po. Te Lorna ka më pritshmëri, shumë pritshmëri. Lorna mund të shfaq veten akoma shumë më mirë në javën e vijim. Është e fortë. Se mendoj se ka potencial në këtë pikë. Siç e thash unë, Lorna është një Gerta Gixhari. Dinamikat më të mëdha. Gerta Gixhari? Po. Grupi një nga dinamikat më të mëdha është prej këtyre prajmeve të fundit vetëm Krevati midis Mirit dhe Selinës. Që ta mbyllim me çiftin e pa kurorzuar. Ç'mendim keni si vazhdon? Si çiftin? Jo, se babe. Po flasim për babain dhe vajzën. Thashë që doni mendimin tim, thashë çika në fan club që ata mund bëjnë çfarë të duan. Janë adult dhe si të duan të sillen, po
batuta e mirë që e kam si vajzë e futi veten qorsokak Në pa këqër, pa dashje. Mua më pëlqeu shumë statusi yt, Pa Juli. dashje aty. Statusi i Julit ishte brillant, tha sot, E- unë e kemi fëmijë, unë po më shkon gota ime 14 dhe nuk i hyn dot vërtet në dhomë, jo më t'i futesh në krevat. Dhe është shumë e vërtet, bashkohem totalisht me Julin. Dhe kur të vjen të përqafon në herë Po, ke drejt. shqyrë na po. përqafoj. Tani problemi është këtu. Shqyre mori vet. Ata nuk po gjykohen pse rrin bashkë. Pa. Ata po gjykohen ose ajo s'po gjykohet fare. Pse zgjodhen. Ky po gjykohet pse e tha atë fjalin. Pse zgjodhi. Pra nga sikleti i madh ai ka thënë atë fjali. Po. Mirë ky, po. Ka Po drejt. Selina në këtë rast që ta e unë e shkruaj si Tani babi. për Selinën është bisedë tjetër. Deri Kush po e përdor kë? Unë besoj që të dyve interesoni kjo histori. Po, more. Besoj që të dyve, jo, s'ka aty përdorje. Nuk Besoj të që dy janë të dy në këtë lojë. Dhe sepse ata të dy po zgjedhin trin tash me njëri tjetrin. Se ai mision ra poshtë mas 3 ditëve. Ata mund ta ndryshonin krevatin, shiko ti mund të jesh alat me tjetrin, duke mos fjet me krevat. Atëre për ta mbyllur me ju, ti do ta ndryshoje krevatin? Ë? Unë do ta ndryshoj krevatin. Nëse do të ishe Selin. Unë do rri aty ku jam. Kujdes, po na dëgjon Unë do rri aty ku dhe jam, Tezja Selin. Halla. Jo, unë do rri aty ku jam ti Ilnisa, nuk do të ndryshoj fare krevatin, por sepse unë varet se si e interpretoj unë atë gjën. Ti mund të kesh, ti mund të tregosh feeling për një vajzë tjetër dhe duke mos qenë me i krevat me motor. Por ti mund mos tregosh asnjë lloj gjëje duke qenë me 6 në krevat. Bravo. Kur se ke më burr. Dhe unë mendoj që Se ke. nuk do ndodh, domethënë edhe asun se ta ndryshoj krevatin. Po çfarë ta ndryshoj krevatin? Pse? Që të Unë se kam ndryshuar 4 muaj gjys krevatin tim, s'ka prek njëri krevatin. Bravo, ama filluat lojën kështu. Po. Të ndjek lojën tuaj. Do ta bëj unë tani lojën tuaj. Më pëlqen ajo Selin. Asnjë është interesant. As partnerët, kush partner? Pse do dëmtohet partneri? Po ku e di çka ka atje brenda? Ora keni sigurinë vetvete. Kjo është çështje sigurie. Bravo, ka siguri partneri njëherë për personin që ka. Ore, siguri çdo tani kur të dalim jashtë. Kjo është bisedë tjetër. Kështu që unë them ta shohim. Një policë sigurimi për Enisën. Kështu unë mendoj ta mbyllim sot. Të presim të martën, që është jo më larg se sa nesër. Pra nuk diskutojmë. Nesër kemi prime, ë? Nesër Është kemi nda Pra prime. nuk diskutojmë fare për shembull marrëdhënien e Malit me babain e vet. Ajo që një pikë shumë kyçe dhe Që në fillim që duhet diskutuar. Ju them që si një fëmijë pak a shumë me një histori të për afër, në atë moment edhe unë të njëjtën gjë të bëja, mbase do gjykohem apo do gjykohesha edhe unë nëse do isha aty. Sa më duket pak i pavend ai momenti që edhe pse ti do të rregullosh muhabetin, pse para kamerave, dhe më duket sikur edhe pak tendencioze në thonjza se ti po e vë fëmijën në një siklet. Pra, o do pajtohesh me mua ose ti do hash gjithë të sharat e dynjas. Por u preka, unë ka edhe qajta. U preka sepse më preka ajo temë, mbase nëse do isha okay, do ta kisha më easy going gjën. Juli, të nesër çfarë parashikon për ta mbyllur? Nesër ka një televotim kush është i preferuari dhe i fundit do dal nga shtëpia, me ç'a di unë. Kush është i preferuari sipas teje? Juldeda? Kush është më pak i preferuari? Unë do doja dilte i preferuar një person, domethënë publiku të votonte të preferuar një person që është vërtet i preferuar aty brenda. Po cili pra? Unë s'kam akoma një të preferuar vetë. Nuhatjes tënde. Çka ke parë? Sipas nuhatjes time. Se di, nuk di me ta thon. S'kam nuhatje për momentin. Okej. Edhe mua më janë zënë hundët, kështu që jo, s'kam nuhatje për momentin. Kështu që unë shpresoj të jetë Iliri. Drejt me thon, por ka gjithë shanset me dal Iliri më i preferuar. Po pra Iliri, po ndaj dhe unë. Iliri preferuar. Po, i ka të gjitha. Po të lexosh si komentet, si memet që janë bërë për të dhe çdo gjë ka qenë në çdo situatë. E duam apo se duam? Ka qenë. Apo lun mirë, s'po lun mirë është bisedë tjetër. Është tjetër ajo. A ka qenë në qendër në fokus? Për momentin shtëpia është akoma në një. Domthon, unë të preferuarin do ta shoh kush del në fund janarit valla. Aty është që duket tamam. Presim fundin e janarit. Është shumë herët për me. Si po e presim. Juli, është gjithmonë kënaqësi të ndash një tavolinë me Teco Dyshen dhe me Syzetin Suatini me ty. Ja, faleminderit. Dhe të komentosh mbi është të komentosh bashkë me kolegët e tjerë, me Brunën edhe Nikon mbi zhvillimet më të fundit nga show më i madh në vend. Shumë kënaqësi. E mbyllim dhe shihemi të premten.
E intën Premten, të premten. Të premten. Një ditë para prajmit e kemi lënë, kështu që Ata të premten. makuar. Të premten, e premte është ajo ditë. Prapë, hajde, natën. Natën.